Njoftoj me opinionin se sipas neni 37A, dispozita kalimtare të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 06L-056 për Këshillin Prokurat të Kosovës, ku thuhet se dejm zbatimin e përbërjes së përhershme të Këshillit për 7 antar, kurumi i Këshillit formohet me gjysmën e antarëve të zgjedhur të Këshillit plus 1 antar, duke përfshirë raste disciplinore dhe vendimet merren me shumicë të thjeshtë vota të antarëve të pranishëm. Atëherë konsiderojmë se ka korum për mbajtjen e këtij takimi, meqense si ky prokurori duhet të përjashtohet me automatizëm nga ky proces, meqense bëhet fjalë për diskutimet për të. Kështu që unë fillimisht propozoj këtë rendite, kush është për këtë rendite, veç me këtë pikë, konstatohet se unanimisht kemi vendosur të procedojmë me këtë rendite. Atëherë, a ka kush me diskutu për propozimin e Jonës tjetër? Jo. Atëherë qes në diskutim kush është për shkarkimin e UD kryeprokurorit shtetit nga pozita si në bën. Konstatohet se me 5 vota për, aprovohet dhe shkarkohet nga detyra ushtuese të detyrës kryeprokurorit shtetit.